Dua një fjali për Fatosnanon. Shiko, unë nuk e njoh nga afër si politikan Fatosnanon, sepse du t'jap dhe asaj përgjigje që thash që zgjodha familjen përpara karrierës. Shumë njerëz më pyesin pse kaq vëndin politik. Në fakt, unë kam zgjedh modelin konservator, që njeriu në fillim investon për familjen dhe për anën profesionale, pastaj futet me një bagazh personal për të, për shembull, unë kur u futa ke Partia Demokratike, çova kontribut, nuk prita që të marr emrin si shumë deputet, që punën e parë e bëjnë deputet. Punën e parë në jetë kanë bërë deputetin. Ndërkohë unë të ndjerin nano, e kam pas pedagog. E ke pas pedagog te ekonomiku? Ke ekonomiku, se unë kam 2 fakultete. Ti ditën do të kështu ke bërë të parin ekonomiku? Të parin kam bërë ekonomiku. Dhe Agustini bëri institutin e fisurës. Ndërkohë që e kam pas pedagog, dhe ruaj një konsiderat shumë lartë, sepse ishte nga të pakët pedagog që në vitet 86-87 fliste, kritikonte dhe regjimin, dhe në fund fare pastaj thonte që këto ndodhin në regjime kapitaliste, borgjeze, që gjëja s'kan lidhje me ne. Ty çfarë notë vuri? 10 më ka vënë. Po, realisht, po. 10, po. Edhe në temën, po, kam pas mësuar, po edhe në temën e diplomës. Të një sëri shkurtër me Fatosnanon. Si profesor, si lektor. Thash, ai ishte shumë ndryshe nga pjesa tjetër. Përveç ishte shumë i zgjuar, unë thash, mënyrën se si tregonte lëndën, pra, e përcillte ke ne, e bënte në një mënyrë komplet tjetër. Jo ajo, sepse ai e thonte dhe vetë, librat aty keni dhe lexojeni e mësojni. Mënyrën se si e perceptonte lëndën mësimore dhe ta përcillte ty, ishte i veçantë nga të gjithë. Për pos faktit thash që tek zoti Nano dhe të disa me kokra, ne shikonim disa reflektime që këto po flisnin kundra sistemit, centralizimit, ndërmarrjeve bujësore etj. Po, foto tjetër? Zoti Berisha. Tani, zonja Kalaja, kam një pyetje të drejtë për drejtë. A ka dikush aty në Partinë Demokratike që mund t'i thotë Zoti Berisha, ti e bëre epokën tënde, se nuk mund të mohohet kontributi Berishës në këto 35 vjet. Do të thënë ai që e mohon, nuk e di se çfarë problemesh ka. Do të thënë Berisha ka bërë ato që ka bërë, që në dhjetor 90, edhe kur ka qenë president, kur ka qenë kryeministër, kur ka qenë opozita e parë, por ka bërë dhe gabime, ai e ka pranuar dhe vetë, atë të 97-ës e kemi gjithë si gung, po e ka probleme më të madh etj. Por vjen një moment... Jo, 97-ës se ka pranuar, ai se ka bërë. Jo, ka pranuar. Firmat piramidale, thash, e pranuar fajin, ka pranuar. Ti mendon se 97-a u bë për firmat piramidale? Po ty po të shkojnë miliarda e miliarda vetëm abuzimet e Belinda Ballukut. Jo. Tashi, mos i hyn kush e bëri 97-ën. A ka dikush Partinë Demokratike që ka guximin të thotë, Zoti Berisha, ju duhet largoni nga drejtimi i partisë? Mund ta kenë thënë, edhe mund ta thonë, sepse është, më fal, është e drejta personale e gjithë secilit. Po jo, t'ja thot Berishës u sy pa? Po kështu te cepi kështu te një televizor atje që e tha njëri. Unë nuk jam me këtë kategori njerëzish, mbas jam unë gabim. Unë jam me ato kategorinë e njerëzve që shkojnë dhe servilosen ke Sali Berisha. Tani unë nuk e them as se thash unë kam dhënë dorëheqjen. Po kush janë ata servilosen? Atëre, për mua, mbas atit që më ka bërë kokën, ose rremës dhe kafja rremës. Rremja i kafes. Për mua është burri numër 2, që unë kam një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe këto 3 vite e gjysëm në Partinë Demokratike, unë kam mësuar shumë, dhe prandaj them që njerëzit që e njohin nga afër kanë komplet një opinion tjetër për mënyrën se si punon dhe si bashkëpunon. Ka një fund kjo? Se nuk mohojnë to, nuk kundështoj të këto, Adriana. Pse unë them në situatën, sidomos në situatën që ndodhet sot. Por gjithmonë edhe situata kjo Shqipëria kështu na dhane, edhe për t'i Kurami Zalia, edhe Fatosnanon. Më fal, a do opinionin tim? Po jo, tani. Unë them, unë për veten time kam qenë ndër të paktat që i kam trokit,
Kam thënë kjo është e gabuar, kjo është e drejtë. Po çfarë ka thënë thjesht kështu mirë? Jo, e ke gabim. Ai të pret, ndryshe nga këta të tjerë që të presin ke të presin ke parkimi këta. Këta s'presin as në zyrë, tash lër. Po çrëndsi ka? Po jo, na i thuj tani se ti Adriana Kalaj nuk je. Nuk them tash u përcet, përderisa them veçoj Berishën, tani tjerët i merrni vesh. Njësoj janë tërë. Njësoj janë të tërë. Ndërkohë Berisha të pret me laps me letër, dhe ndërkohë që është i bindur që ti ke të drejtë, ta thot në sy, po, Adriana, të lutem, nëse ti s'ke të drejtë, si pas Berishës, ka një mënyrë të shpjeguari, që ti e kupton vetëm në fund të bisedës, që nuk ishe të drejtë. Dakord? Pra, këtu unë vlerësoj karakterin e një personi, që është realisht lider, dhe e keni shumë gabim se në mbledhjet e Këshillit Kombëtar, ngrihen njerëz, bëjnë kritika, flasin, merren në konsiderat dhe nuk është ajo që perceptohet që nuk guxon njëri të flasë, nuk guxon njëri ta kundërshtojë. E keni shumë gabim. Kështu që ajo pjesa që a ka njëri që duhet t'i dali apo ta heqi, unë mendoj se është shumë e vogël sot për problemin që ka PD-ja. Unë mendoj që Rama rri aty se është Berisha. Jo, unë mendoj që Berisha duhet vazhdoj të jetë në kryet Partisë Demokratike, por ndërkohë, siç e kam thënë në mbledhje, siç e kam thënë me këtë letrën, dhe ja them dhe nëpërmjet kësaj medie, duhet ta marri dhe ta çojë deri në fund atë betejë që ka nisur. Qoftë hapjen e partisë, pra ta bëjnë serioze, sepse ka intelektual shumë të mirë dhe partia gjithmonë ka nevojë për prurje të reja, qoftë edhe pjesën e reagimit, me protesta, me bojkote, le ta zgjedhin vetë skemën. Pra, o do zgjedhësh skemën dhe ti shkosh deri në fund, nëse e lë në mes, pastaj nuk ka vlerë. Se kush është qëllimi, ç'a duan të bëjnë? Duan qeveri teknike, po, le ti shkojnë deri në fund qeverisë teknike. Që të bëhen zgjedhje me qeveri teknike, jam dakord. Po si të bëj Rama ti? Çot mëngjes Rama thotë pas në ëndrrun një qeveri teknike, ai ka thënë 3 deputetë. Po ta bëjnë pra, këtë po të them. Po prandaj po të them që duhet zgjidhet një skem reale, dhe ti shkohet deri në fund, jo si Lulbasha që i linte në mes. Po i Lulu harrua fare tani. Ose ndryshe pastaj le të vazhdojnë me marrëveshje dhe tani për ta mbyllur se unë po e shijoj shumë këtë intervistë, duhet ta mbyll me atë diskutimin për ligjin për gjinit. Ore, ç'e ishte kjo më? Se e tham pak në fillim, po e kaluam pak tangent. Tani ti ke qenë partizane dhe është nga betejët tuaj që ke mbështetjen besoj të shumicës shqiptarëve. Tani përse u bë dino një gjë të veçantë që na e thua këtu zonja Kalaja që është bërë për këtë, po jo nga këto teoritë që si kupton njeri. Domethënë, na jepi fakt se ti kur shkosh nëse zgjidhesh avokat e popullit e diun çfarë do bësh me këtë ligj ti. Patjetër. Do të jetë një nga ligjet që unë do ta marr në shqyrtim dhe do të inicioj qoftë referendum, qoftë çfarë rrugë ligjore që mua do të më japi hapësira qoftë e kompetencave, qoftë dhe e ligjit përkatës. Ndërkohë unë mendoj që ishin 2 momente ose agenda që i interesonte. Dhe fakt edhe këtë konfliktin me Berishën, nëse ke parasysh e stisi vetë Partia Socialiste, që ligji të kalonte po kështu pa debat, jo, ishte kosë. Berisha nuk ofendoi njeri, jo, e tham atë. Tash i përhirës vërtet. E kalojmë atë, po ligji. Ndërkohë, unë mendoj që e para një herë ka ardhur Donald Trumpi në krye të Shtëpisë Bardhë, por agenda e Sorosit vazhdon të jetë një rrezik global dhe bashkangjitur këtij rreziku global është rrezik global edhe për pjesën që i takon Shqipërisë. Pra, agenda Soros vijon, dhe kur flas për agendën Soros, është agenda kryesore e shpopullimit të Shqipërisë, dhe po si Edi Rama synon të shpopullojë Shqipërinë? Patjetër. Ky djali Tiranës i bulevardit viteve 80. I shko për shtat. Model kjo. Po jo mua model, i shko për shtat. Model llogaria. Ke me fakte. Nga 2013 kanë hik 1 milion njerëz. Po këtë e ka dëshirë Edi Rama, e ka bërë Edi Rama? Po patjetër më është. Po ti prishësh shtëpiat pa vendim. Më fal. Po ti shëmbësh shtëpiat pa vendim shëmbje. Po mos i lësh qytetarët mundësi që ti drejtohen gjykatave. Po të çosh. Po jo si të Ramës. Është projekt
Kush e ka këtë projekt? Është projekt Kush e ka këtë projekt? i Partisë Socialiste në bashkëpunim me Vučićin dhe George Sorosin. Këto janë ato teoritë kështu pasaj që unë e besoj. Si tha dhe ka fakte. Berisha, Azemajdari tha e vrau Nano dhe Miloševići, por nuk doli kështu atë. Tani të shkojmë në këtë pikë. Unë i shkoj deri në fund të ti e di. Unë bindje vetë mia. Popullimi është agent sorosiste për Shqipërinë, sepse intereson edhe Serbisë. Intereson e Tiranës? Po patjetër. Po si intereson e Tiranës? E ka thënë, e ka deklaruar, i ka folin sikti. Ka thënë që ne i marrim nga Bangladeshi, sa fillojnë që të mësojnë shqip, ju i tha... Nga Bangladeshi i ka marrë dhe biznesmenët atë. Po, se intereson pra intereson e Edi Ramës. Po kush janë biznesmenët pra? Janë oligarkët e Edi Ramës pra. Që dje kanë qenë me Partinë Demokratike? Po patjetër, problemi është që ti mendon, po unë kam dalë kundra oligarkëve. Ti kujto se kam... Ai tritoli oligarkët do dëmtonte. Se tritoli nuk është tritoli për popullin. Popullit ja vë tritolin Edi Rama duke i shëm shtëpiat, duke ja bërë një proces gjyqësor 15 vite, duke i arrestuar në mënyrë të padrejtë, se ai mbron shtëpinë e vet, ti dhe arreston. Edhe nuk i jep kompensim. Edhe e persekuton. Këto janë çështje shumë të rënduara në sistemin pas vitit 2013, por që për mua edhe në apatin që ka pushtuar institucionin e avokatit popullit, dhe meqense unë këtë e kam bërë gjatë këtyre 8 viteve pa mandat, uroj që ta bëj me mandat. E ke bërë në fakt. E kam bërë dhe deri më sot nuk ka një person që të me të ketë shkruar, të ketë pas nevojë për ndihmën time dhe unë ta kam refuzuar. I ke ndihmuar gjithë. Dhe protestuesit janë ndihmuar nga unë në procese gjyqësore, po edhe disa persona në pamundësi financiare, falas. Si e pritën Dorëheqën tënde, se tani ata që po na ndjekin, ti dhe Dorëheqën se do jesh kandidate për avokat popullit, po si i thoshin atëherë që nuk e ha populli shqiptar këtë. Ti të zgjidhesh, edhe unë të uroj të zgjidhesh. Po largimi yt nga Partia Demokratike, me thënë drejtën, edhe ata që ty thoshin pritore se e teprojnë që kjo, janë mërzitur. Tashi, unë jam larguar dhe nuk thehem më, edhe sikur mos zgjidhem. Po pse nuk thehesh më? Po nuk thehem më sepse njeriu bën një analizë. Po çfarë do bësh ti? Ku mund të rria Adriana Kalaja kështu? Flej gjumën në shtëpi, nuk flej gjumën. Po çfarë do bësh? Unë do vazhdoj aktivitetin tim. Po me Partinë Demokratike nuk do andesh fare? Po pse? Pse? Sepse po kjo është Dorëheqë është një lloj goditje për Partinë Demokratike. Le ta bëjnë ato analizën. Që analiza ata s'kam bërë analizën e 11 maj. Jo të bëj analizën Adriana Kalaja. Atëherë unë kuptova që nuk i interesante ose nuk i konvenonte mënyra se si punonte dhe luftonte Adriana Kalaja. Në të kundërt, do kisha tjetër vlerësim, qoftë brenda Partisë Demokratike. Dhe në ndjere pa vlerësuar. Po patjetër. Të thash, pse duhet hiqet X nga kandidimi i primarëve dhe nuk duhet hiqet Adriana, po marr rastin tim. Ndërkohë që unë propozova diçka shumë korrekte, shumë morale, dhe thash, o të futen gjithë, o të përjashtohen gjithë. Qartë. Është më fair në politikë. Pra, nëse ti fillon me këto problemet brenda partisë, tani që do... Ne fillum duke sulmu njëri tjetrin në fushat. Me probleme nga më të ndryshmet. Kështu që... Zonja Kalaja, unë jemi në fund të kësaj interviste. E ndje veten kështu që nuk ti kishe intervistuar më përpara, por më mirë që ndodhe kështu se sa të gjykohesh e të paragjykohesh. Unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese në garë për avokatën e popullit. Faleminderit. Do të ndjek me shumë vëmendje platformën nesër, sepse disa gjëra kuptova këtu më shumë se sa ti the, sepse sigurisht që ke ruajtur për nesër, dhe jam i bindur që nëse zgjidhesh avokatë e popullit, ata të dobtit do kenë një vend ku të vinë të mbështesin gjithçka që ata kanë si problem. Një derë të hapur dhe një mbështetje. Të dobtit. Një mbështetje për këdo. Pra, po jo, të dobtit. Sidomos të dobtit. Unë e kam treguar, e kam treguar me fakte, me prova, po unë nuk kam qef to që ti bëj publike, që unë çdo person që ka pas nevojën time juridike, ligjore, për ta përfaqësuar në nivele të ndryshme të gjykatave, e kanë marrë këtë ndihmë falas. Kështu që unë, duke qenë me këtë post që ma jep ligji, unë do të jem patjetër në radhë të parë për më të dobtit, sepse aty tregohet fuqia e institucionit. Ti je pasur?
Jo, s'jam e pasur. Po si je? Unë jetoj mirë. Me pronat? Jo, kam profesion. Po kafen e Remës ti e ke? Jo. Se Nuk e përfitoj babi. Se përfitoj Po, babi? sepse dolin Ua, sa ironike kjo, e? Po pse? në 89-ën dolin pension. Dhe Do në qëlloj, do në që dolin pension. Po kush e privatizoj? Persona. Se bleve më? Iku tani. Iku tani. Tani problemi është unë kam dy profesione i nderuar, kam 4 licenca, po 2 profesione që ushtroj. Jam kontabiliste e miratuar dhe avokate, profesion të cilin në ushtroj në gjithë gjykatat dhe prokurorit e Shqipërisë, dhe të ardhurat janë të kënaqshme, shumë të mira, kështu që nuk është se kam probleme, nuk mund quhem e pasur, po bëj një jetë ke shtresa e mesme, që ka një profesion të lirë. Kështu që besoj se do ta vazhdoj në këtë rrugë. Falenderoj. Faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi për mua. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.